vëllezër edhe motra të pranishëm, ju përhajroj me zemër që Zoti i Gjithësisë na e dha të gjithëve mundësinë për ta mbërrit këtë muaj. E tashmë jemi në të gjuman e parë të tij. Krejt ndryshimi i sistemit ditor, drejt të cilit na thon Allahu Azza wa Jall, nga momentit që zgjohemi në syfyr, dhe ndryshimi i krejt orareve të rutinës jashtë Ramazanit, është një mundësi nga Zoti i Gjithësisë për të na treguar dhe për të bindë gjithë secili në vetveten e tij se njeriu është krijesë e madhe, se njeriu aq sa është i vogël, në të vërtetë është një krijesë madhështore. Prandaj thotë një vend tjetër në Kur'anin famëlar, që nëse keni mundësi të shkoni përtej kufive të qiejve e të tokës, bane, sepse nuk e arrini një prag të tillë dhe një cak të tillë përveç se me një mbështetje, dhe mbështetja e Allahut Azza wa Jall është për ata të cilët kërkojnë më të mirën dhe më të lartën në jetë. E muaji i mallnueshëm dhe i begat i Ramazanit është momenti më i rëndësishëm për çdo musliman për të ndryshuar jetën e tij. Pra tregojini Allahut nga vetja juaj më të mirën, duke nisë fillimisht nga ndryshimi për të lartësuar dhe për të marrë rrugën drejt plotësimit, ashtu siç Zoti i Gjithësisë e ka krijuar njeriu, më të lartin e krijesave të tij. E kemi Kur'anin në duart tona, ta shfrytëzojmë këtë mirësi të Allahut Azza wa Jall dhe ta konsiderojmë veten tonë në huzur të Zotit të Gjithësisë për çdo harf që lexojmë nga Kur'ani, e sa të mëdha e të pa llogaritura janë shpërblimet për leximin thjesht të Kur'anit. Veç me e shpletu mushafin pa fol asnjë fjalë, pa lexuar asnjë harf, veç me e shpletu ti je në adhurim. A ka diçka më shumë për te kësaj? Allahu na udhëzoj drejt më të mirës dhe na bëf për atyre që ndëgjojnë fjalën dhe veprojnë më të mirën e saj, me zemër të mirë Ramazanin, dhe qoft i mbar dhe i begat për të gjithë ne e për krejt ummetin islam, dhe e baft Allahu Azza wa Jall këtë muaj të myshdeve, e të ngavënjimit për muslimanët anë mban botës.